Ernest Muçi u dëmtua të shtunën ndërsa Beshiktashi luajti përballë Başakşehirit. Lojtari i Kombëtares u detyrua të lërë fushën e lojës në minutën e 26 të ndeshjes së vlefshme për Superligën turke. Klubi turk ka dhënë informacion më të hollësishëm për dëmtimin e Muçit. Sulmuesi shqiptar pati një rezonancë të dielën ndërsa tashmë i fillon edhe periudha e rikuperimit. U konstatua një dëmtim në aduktorin e brendshëm të kofshës së djathtë të Ernest Muçit, i cili ndjeu dhimbje dhe nuk mundi të vazhdonte ndeshjen. Trajtimi i Muçit ka nisur nga ekipi ynë mjekësor, shkruan Beshiktashi në deklaratën e dhënë. Muçi konsiderohet titullar nga Solskjaer. Trajneri norvegjez është afruar në një periudhë të vështirë për klubin që nuk është në pritshmëritë e tifozëve. Aktualisht Beshiktashi rrezikon vendin e 4 në kampionat.